Këtë të mërkur vajzat e Flamurtarit i pret finalja e tretë e kampionatit kombëtar. Elona Hasanaj, drejtuese e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, thos se përballë Tiranës do të jetë një ndeshje tepër e vështirë, pasi ekipi kundërshtar ka kualitete. Pas 2 fitoreve në finalet e luajtura më parë, në Vlorë dhe në kryeqytet, Hasanaj shprehet e bindur se vajzat vlonjante do t'ja dalin të fitojnë edhe finalen e tretë, duke u shpallur kampione në Vlorë. Sipas saj, kupa nuk duhet të tolerohet që të shkojnë në Tiranë, por atë ndeshje duhet të qëndrojnë në Vlorë si kampione. Hasanaj ka një ftesë për tifozët të mbushin Pallatin e Sportit Flamurtari për të dhënë mbështetje të pakurrësuar për ekipin e basketbollit, pasi janë një faktor deciziv në këtë ndeshje, ku mbështetja e tyre për vajzat vlonjate do të thotë shumë. Vim pas 2 fitoreve me Tiranën. E kemi mundur në Vlorë, e kemi mundur në Tiranë. Jemi në momentin më të nxehtë. Luhet nesër në orën 19, në orën 7, finalja e tretë me Tiranën, që shpresojmë që ta fitojmë përsëri, ta kthejmë këtë titull kampion në një fest, mos ta zgjasim më. Po kjo nuk është vetëm në dorën e vajzave, të cilat me të gjitha mundësitë e tyre, të motivuara në maksimum, janë gati që këtë ndeshje nesër ta kthejnë në fest. Kupa mos t'i ikin në Tiranë, po të rinë në Vlorë nesër. Nuk e fitojmë dot vetëm, na duhet mbështetja e të gjithëve. Na duhet mbështetja e të gjithë sportdarësve vlonjat, të gjithë qytetarëve, të gjithë nxënësve të shkollave. Kemi një suport të jashtëzakonshëm bashkim. Dua edhe një herë, ndoshta kjo do të jetë e fundit për këtë kampionat, të jemi të gjithë bashkë nesër, të gjithë bashkë. Të mërkurën, në datë 23 prill, në Pallatin e Sportit Flamurtari, luhet finalja e tretë e kampionatit kombëtar të basketbollit. Flamurtari Tirana, një ndeshje e cila premton shumë spektakël mes 2 ekipeve rivale ndër vite. Nëse Flamurtari fiton, shpallet kampion kombëtar, ndaj ftesa për publikun vlonjat është e hapur. Ju ftoj të vini të gjithë nesër.